Një aksident i rënd rrugor ka ndodhur mbrëmjen e të dielës pranë Medinës në Arabinë Saudite, ku një autobus me 46 pelegrin musliman me styre dhe shtetas indian u përplas me një autobot dhe u përfshi nga flakët. Raportet e para flasin për 10 viktima. Ambasada e Indisë në Arabinë Saudite e cilësoi ngjarjen si tragjike, duke njoftuar se autoritetet diplomatike janë vënë menjëherë në lëvizje për të ofruar ndihmën e tyre për pelegrinët e prekur. Është konfirmuar tashmë prania e shtetasve indian mes pasagjerëve, por ende nuk ka një bilanc zyrtar të viktimave. Kryeministri indian Narendra Modi reagoi përmes një postimi në platformën X, ku shpreh thellësisht i trishtuar për aksidentin në Medinë që përfshiu shtetasit indian. Ai u dërgoi ngushëllime familjarëve të viktimave dhe u lut për shërimin e shpejtë të plaguesurve. Modi shtoi se ambasada e Indisë në Riyadh dhe konsullata në Xheda po ofrojnë të gjithë mbështetjen e tyre të nevojshme. Ndërkohë autoritetet saudite po hetojnë shkaqet e aksidentit, ndërsa pala indiane mbetet në kontakt të vazhdueshëm me zyrtarët vendas për informimin e familjarëve dhe menaxhimin e situatës.